njerëzit e kanë të nevojshëm jo mirin si lojtar, se sa mirin për t'u ngacmuar si kundërshtar. Kështu që patjetër do vite keq që loja mirit mbaronte këtu. Për veten time. Unë kam një kështu që. Për veten time do vite keq. Sepse, jo nuk janë. Do vite keq sepse përpos faktit që Big Brother është sfidë në vete, kjo është dhe një sfidë me veten time, gjë që mua po më bën që unë të shikoj veten time në shumë dimensione. Të kuptoj më shumë se si reagoj unë kur gjendem në një situatë super shumë të sikletshme, kur her pas here dal si një personazh jo dhe aq pozitiv sa unë vërtet në jetën time reale jam. Do më vite keq sepse mendoj që jam karakter që e meriton një hapësirë publike televizive që po e marrin ndërmjet Big Brotherit. Gjithashtu mendoj që jam gjykuar shumë për bashkimin tim ose marrëdhënien time personale me Mirin, jo në sajt të lojës, po personale. Dhe mendoj që duhet të kem dhe pak më shumë kohë për t'i treguar gjithëve që e vërteta është që unë nuk varem fare, po fare nga Miri, dhe jo më larg se sot, kam qenë unë ajo që me Mirin dhe shëngrëm kokat, si thuhet popullorse. Nuk kemi folur fare në këtë moment. Kështu që kjo është super eksperiencë, edhe nëse do dilja sot, jam shumë e bindur që vëmendjen time nga ky program dhe çfarë